A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të xumas. Unë, udhëheqës i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahu qofshin mbi të gjithë ju. Misafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Omer Efendi Bajrami, imam dhe hatip në xhamin me 2 minare të fshatit Saraj. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Allah ju shpërbleft, Allah ju dhasht bereqet e sukses e dobi të ketë nga ky emision për të gjithë ata që e përcjellin. Amin inshallah. Ju falenderoj edhe nga ana jonë. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është të kthyerit nga haxhi. Hoxhë nderuar, me çfarë porosie do i kishit për kujtuar haxhin ton, pasi që edhe sot do të kthehen haxhinët e Shkupit, çfarë porosie do t'ju kishit dhënë? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju falenderoj për ftesën. E lusë Allahun azza wa jall që Allahu të jetë i kënaqur me këtë takim, me këtë mexhlis, me këto fjalë që ne do të mundohemi t'i përcjellim për të tjerët, duke shpresuar në sinqeritetin që Allahu të na jap neve së bashku dhe në shpërblimin e Allahut azza wa jall. Bëhet fjalë për një temë e cila sidomos në këto ditë është e rëndësishme, sidomos për ata vëllezër dhe për ato motra, të cilat kthehen nga haxhi, kthehen nga një ibadet madhështor, nga realizimi i një shtylle të Islamit, siç është haxhi. Është shumë e rëndësishme që ne të përcjellim një mesazh pasi që ata të kthehen dhe të kemë parasysh se jo çdo gjë ka përfunduar. Elhamdulillah, është realizuar një ibadet. Elhamdulillah, është kryer një ibadet madhështor. Mirë po, do kisha përcjell disa fjalë që sadopak haxhiu i jon, ai i cili është kthyer nga ky ibadet, ti ketë parasysh, ti merr si një lloj mesazhi, ti merr si një lloj këshille që shpresojmë t'i bajnë dobi. Së pari, do e kisha përkujtuar haxhiun ton, vëllaun, motrën e cila është kthyer me një porosi, me një mesazh që të ketë parasysh, të jetë falënderues dhe falënderuese që Allahu azza wa jall i ka dhënë këtë mundësi, të cilën ndoshta shumë prej njerëzve nuk e kanë pasur. Sa prej njerëzve, sa prej muslimanëve kanë vdekur dhe nuk kanë qenë në haxh fare. Sa prej muslimanëve janë gjallë dhe nuk kanë qenë në haxh fare. Dhe dikush ndoshta mendon që është në pyetje pasuria, është në pyetje shëndeti, janë në pyetje disa kushte, të cilat janë në pyetje, është realitet. Mirë po, sa prej njerëzve duan që të shkojnë në haxh. Sa prej njerëzve përmallohen që të arrijnë në Kabe. Sa prej njerëzve e kanë ëndër që të arrijnë të realizojnë haxhin. Sa prej njerëzve i përcjellin haxhit këtë vit, po vitin e kaluar, po para atij viti, i përcjellin çdo vit dhe ndoshta janë me zemër të djegur, ndoshta janë me mallin më të madh që edhe ata të shkojnë mirë po nuk e kanë mundësinë. Dikush shkaku i shëndetit, dikush shkaku i kushteve financiare, dikush ndoshta e ka edhe shëndetin edhe kushtet financiare, por e thona tjera që ndoshta nuk e lejojnë atë, e kështu me radhë, sa prej njerëzve nuk e kanë këtë mundësi. E tash, atij që Allahu ja ka mundësuar, llogarit në vendin ton, prej gjithë popullit, ata që kanë shkuar, ata janë të zgjedhur. Ja u ka mundësu kush? Allahu azza wa jall. E tash, ai i cili kthehesh sot ti prej haxhi, çka duhet me thënë?
Elhamdulillah. A thua elhamdulillah, Allah ta ka mundsuar me realizu, jo një gjë të thjeshtë, jo një gjë të vogël, jo një arritje që ndoshta mund ta ketë secili, jo, kjo është një privilegj, është një përzgjedhje nga Allah, është një mirësi e madhe. Pas krejt kësaj, çka duhet? Duhet me thonë elhamdulillah. Bëhet fjalë për realizimin e një kushti, një shtyllë të rëndësishme të Islamit. Ne vetëm nëse e përkujtojmë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot, ai i cili e kryen haxhin duke mos shkaktuar gjunahe, mos shkaktuar gabime, duke mos pas konflikt atje me njerëzit, duke realizuar haxhin në mënyrën e duhur, kthehet prej haxhit si në atë ditë që e ka lind nona e tij. E tash sot kthehet haxhiu. Sot kthehet motra prej haxhi, sot kthehen besimtarët nga ky ibadet i madh me shpresën që të kthehen si atë ditë që i ka lindur nona e tyre. Çka kërkohet pasaj? Elhamdulillah. Kërkohet elhamdulillah, duke i lënë anash ankesat, duke i lënë anash muhabetet, duke i lënë anash gjërat që ndoshta njeriu sot nëse shkon në pushim 5 ditë, 10 ditë dhe ndoshta paguan në atë nivelin luksoz me gjitha kushtet dhe prap do të gjejnë ndonjë vrejtje. Po nëse bëhet fjalë për një vend që tu bohen besimtarët nga gjitha anët e botës dhe 1 milion, 2 milion, 3 milion dhe pastaj dikush do të kapë ndoshta në ndonjë imci, në ndonjë gjë të vogël duke harruar qëllimin. Po ti nuk ke qenë në haxh për ti pa ato ndoshta dobësi, ndoshta ndonjë gjë që nuk i takon haxhiut. Ti ke qenë në haxh, ti ke qenë në Qabe, a e ke realizuar ibadetin? A është kryesorja? A ke qenë në Qabe? Po. A e ke fal namazin? Po. A e ke bë tawafin? Po. A e ke bë sa'in? Po. A ke qenë në Arafat? Ky është qëllimi. Ky është qëllimi dhe pas krejt kësaj unë besoj që për secilin nuk duhet të harron të thot elhamdulillah. O Allah, ti ma ke mundsuar. Jo që unë jam dikush, jo që unë kam meritat e mia të veçanta që muslimanët tjerë nuk i kanë. Po kjo është mirësia e Allahut dhe elhamdulillah. Të jemi falenderues që Allahu azza wa jall na mundson një gjë të madhe, të arritur, të madhe, të jashtëzakonshme, pas të cilës besoj që secili musliman duhet të jetë falenderues. Allah është shpërblet o gjendëror. Amin. Pasi që jemi të tema rreth të kthyret nga haxhi, o gjendëror, sa do të ndikoj haxhi në ndryshimin e besimtarit? Kjo është e rëndësishme. Besoj që çdo vëlla dhe çdo motor e jona duhet ta ketë parasysh që mos kthehet nga haxhi apo është kthyer nga haxhi, mirë po jo si ditën që ka shkuar. Ibadeti duhet, çdo ibadet duhet ta luajë rolin e vet në jetën e besimtarit. Tash njeriu shkon në haxh. Secili prej atyre të cilët kanë udhëtuar për në haxh. Ne i kemi përcjellur besimtarët tanë për në haxh. Elhamdulillah. Mirë po kanë shkuar në një gjendje që nuk duhet të kthehen në të njëjtën gjendje. Patjetër duhet ta ndryshojnë gjendjen e tyre, sjelljen e tyre, nivelin e tyre, imanin e tyre, ibadetin e tyre, fjalorin e tyre, çdo gjë duhet të ndryshohet. Tash ai i cili shkon, ne të gjithë jemi gjunaqar, të gjithë jemi gabimtar. Tash ne ndoshta nisemi për në haxh me një fletë, ndoshta me shumë pika të zeza, ndoshta me një fletore të randuar nga ana e majt, ndoshta me gabime të shumta, 30 vite, 40 vite, 50 vite, njeriu, secili prej nesh është gjunaqar, është nis për në haxh. Mirë po shpreson të kthehet pa gjuna. E tash haxhia duhet të bën ndryshim, patjetër duhet të bën ndryshim. Haxhiu, secili musliman që Allahu ja ka mundsuar që të shkel këmbë e tij në ato vende, ta realizon ibadetin madhështor, siç është haxhi, duhet ta ketë parasysh që kjo nuk është turizëm. Kjo nuk është shëtitje. Haxhiu nuk ka qenë turist. Turisti shkon njëjtë. Shkon edhe kthehet, ndoshta pak më i rrezitur, ndoshta pak më i relaksuar, ama ai është. Ai njëjti është. Haxhiu jo. Haxhiu nuk është i njëjti. Tashmë ai vetëm se është një njeri më ndryshe. Ai tashmë edhe në fjalor, në elhamdulillah, në shumë raste edhe shohim haxhin tan vetëm se e kanë këtë kujdes, mirë po ndoshta pak mund të përkujtohen që edhe fjalori i tyre më ndryshon. Ashtu. Edhe sjellja e tyre ndryshon. Për shkak se ka marrë edhe ndonjë titullin haxhi.
Patjetër, ai tash ka realizuar shumë ibadete, se ne nuk kemi haxhin që nuk falen. Domethënë ai e ka shahadetin, e ka namazin, e ka agjerimin e Ramazanit, nëse ka pasuri, e ka edhe zekatin, tash e ka realizuar edhe shtyllën e 5, shtyllën e fundit, tash ai është më i kompletuar. Dhe pas krejt kësaj, nëse nuk ka ndryshim, atëherë bëhet pyetje ndoshta vetëm për larjen e një borxhi. Allahu e di sa është larë edhe ai borxh, nëse nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ne nëse kthehemi edhe në ibadete tjera, shembull, ai i cili falet, nuk duhet të jetë i njëjtë me atë i cili nuk falet. Pse? Allah thot në Kur'an, inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazi të pengon, të mbron prej të këqijave, prej ndalesave, prej shumë gjërave. Namazi të mbron. Agjerimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili nuk i lën fjalët e rrejshme, gënjeshtrat, shpifjet, gjërat e kota, Allah s'ka nevojë që ai të qëndron pa bukë dhe pa ujë. Domethënë agjerimi luan rol, namazi luan rol. E tash haxhi është haxhi do të luajë një rol edhe më të madh. Ai i cili shkon në haxh dhe fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haxh. Këta nuk janë të kota, këta nuk janë të thjeshta, vetëm të përmendura në mënyrë të rastishme. Kur shkon në haxh, nuk ka sharje, nuk ka ofendime, nuk ka gjidal, nuk ka përplasje me njëri tjetrin, nuk ka fjalë të shara ofendime, nuk ka gibet, nuk ka shpifje, krejt kjo ndryshon. Krejt kjo e ban haxhiun që të kthehet ndryshe. Dhe tash për ata që nuk kanë qenë, apo për më të rinjt, apo për tjerët, të jetë një lloj shembulli, të jetë një lloj modeli, haxhiu jon të jetë një lloj mësuesi për ata të cilët kanë nevojë ndoshta për një këshill, për një sjellje më të mirë, për një edukim e kështu me radhë. Dhe kjo e luan një rol të madh në ummet, jo vetëm në vendet tona. Ne elhamdulillah presim të kthehen sa haxhin në vendet tona. Elhamdulillah, po nuk është pak. Se nëse kthehen në vendin ton 2000 haxhi, sa janë afërsisht, tash secili do të kthehet në familjen e tij. Nëse secili do ta luan rolin në çdo familje, bëhet fjalë për 2000 familje. Në çdo lagje bëhet fjalë për 2000 lagje. Dhe secili me atë ndryshimin që e sjell, do të bëjë ndryshim edhe në vendet e tyre. Por nëse bëhet fjalë për 2 milion në ummet këtë vit, po 2 milion, 3 milion në vitin e kaluar, 2-3 milion në vitin e ardhshëm, të gjithë ata me ndryshimin e vetvetes do të ndikojnë edhe te ndryshimi të tjerëve. Dhe kjo është patjetër që duhet të ritheksohet, të ripërkujtohet, që haxhiu të mundohet të arrijë ndryshimin në jetën e tij nëpërmjet haxhit, inshallah. Amin, gjithashtu. A ka ndonjë shenjë që haxhiu ta dinë se haxhi i tij është i pranuar, hoxha? Po, kjo është gjithashtu e rëndësishme. Allah i shpërblet për hapjen e kësaj çështje. Besoj që pas çdo ibadeti, besimtari duhet ta ketë një lloj derti, nëse ibadeti im është kry si duhet, është realizu si duhet, do të pranohet apo nuk do të pranohet. Do me thonë, ne në realizimin e ibadeteve nuk mjaftojmë me rëndësi është për mua ta fali namazin të jap selam. Në momentin që jap selam, mua më nuk më intereson. Kjo nuk është çështja. Agjerimi i Ramazanit, erdh Bajrami, unë e kam agjeru. Tash më unë nuk e kam dert. Kam qenë në haxh dhe unë e kryta më obligimin. Unë nuk e kam më dert çka pas haxhit. Jo, derti e vazhdon. Por atë është transmetuar nga të parët tanë, selefi i parë i besimtarve, të cilët pas Ramazanit 6 muaj me radhë janë lutur, o Zot, na e prano Ramazanin. Po keni agjeru, po kemi agjeru, na gjithë kemi agjeru, mirë po, a u kry? Nuk u kry, se tash ky Ramazani jon, a do të pranohet Allah? Allah tha në Kur'an, "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ata të cilët japin, ata të cilët ndihmojnë, ata të cilët veprojnë, bajnë vepra të mira, kanë frikë, rënqethen zemrat e tyre, si do dalin para Allahut Azza wa Jall. Aisha ja tha, ja Rasul Allah, a janë këta që pinë alkool? A janë këta që bëjnë zina? A janë këta, ata gjunaqarët e mëdhej kanë frikë, si do dalin para Allahut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, jo Aisha, nuk janë këta ata. Po kush janë këta? Këta janë ata që janë falë, kanë agjeru, kanë dhënë sadaka. Po pse kanë frikë kur dalin para Allahut? Po këto vepra, këto ibadete që i kanë bë, a do të pranohen te Allahu? A ky është derti tash? Ke qenë në haxh, po haxhi tash i pranon.
Kjo shumë e rëndësishme. Haxhi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, nuk ka shpërblim për haxhin e pranuar përveç se xheneti. Ama për haxhin e pranuar. E atëherë cili është haxhi i pranuar? Do me thonë, a ka mundësi që dikush të kthehet prej haxhi i tij mos pranohet? A kjo është rrezik? Kjo është rrezik i madh. Do me thonë, ti ke qenë edhe e kthy dhe nuk ke marrë asgjë. Kjo është rrezik i madh. Atëherë kur haxhi është i pranuar? Disa prej dietarëve kanë dhënë mendime të ndryshme. Hasan Basriu rahimullah ka thonë, ai i cili kthehet prej haxhi duhet të kthehet me lakmin më të madhe për ahiretin, me lakmin më të vogël për dynjan. Ai i cili shkon në haxh është me lakmin më të madhe ndoshta për dynjan, lakmin më të vogël për ahiretin. Ama tash kur të kthehet, kur të kthehet duhet të synon më shumë ahiretin. Imam Nawawi rahimullah tha, nga shenjat që mund të kuptohet nëse haxhi i dikujt është i pranuar ose jo, është vazhdimësia e tij në ibadete. Ai ka qenë në haxh, po si është mas haxhit? Ta shembull, nëse dikush ka qenë në haxh, mas haxhit ma nuk falet. Po çfarë haxhi është ky? Mas haxhit nuk agjeron. Çfarë haxhi është ky? Nëse mas haxhit nuk vazhdon me ibadete, atëherë ai haxh mund të jetë i zbrazët, ai haxh mund të jetë i mangët. Mirë, po nga shenjat që haxhiu mund ta kupton se haxhi i tij ka qenë i pranuar apo është në rregull, është vazhdimësia e tij. Ai kur të kthehet prej haxhi, ai më vazhdon në atë rrugë që është, ai vazhdon në namaz, në agjerim, në ibadete, në punë të mira, ai më është penduar, fleta e tij është pastruar, ai tash është në një fletë të bardhë, ai më nuk kthehet. Ai më nuk kthehet në alkool, ai nuk kthehet në bastore, nuk kthehet në kazino, nuk kthehet në kamat, në bigjoz, megjithse gjitha këto ai takojnë atij që nuk ka qenë në haxh, nuk i takojnë asnjë muslimani. Mirë, po pas haxhit është edhe më e madhe nëse dikush kthehet në gjunahe, në harame. Andaj është një lloj shenje që sadopak besimtari ta kupton, largimi nga të këqijat, vazhdimësia në ibadete, përmirësimi, ndryshimi i tij, t'jep të kuptosh që inshallah, Allahu e di, po është një shpresë që inshallah haxhi i këtij njeriu të jetë i pranuar. Allahu thot në Kur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu i pranon ibadetet, mirë po nga kush? Nga njerëzit e devotshëm, nga besimtarët e mirë. Ne shpresojmë që të gjithë ata që kanë qenë të kenë marrë atë fritin, të kenë marrë atë bereqetin. Këmbë e tij ka shkel në Qabe, ka fal një namaz, ku një namaz është sa 100.000 namaze. Këmbë e tij ka shkel në Safa dhe Marwa, ka qenë në Arafat, ka qenë në ibadete madhështore, aty ku ka qenë Ibrahimi a.s., Ismaili a.s., aty ku ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjitha ato që i ka realizuar, është shumë e vështirë të thuhet që në një zemër të besimtarit në të cilën ka iman mos ketë ndikim. Nuk është e mundur mos ketë ndikim, patjetër që është ngrit imani, është ngrit islami, është ngrit çdo gjë në jetën e besimtarit dhe të gjithë ata që kthehen të ndryshuar inshallah. Allahu shpëleft o xhenderor. O xhenderor, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Po, unë ndoshta pas gjithë atyre fjalëve që u thanë, ndoshta për fund vetëm do e kisha lut Allahun Azza wa Jall në ditë xumaje, në ditë që pranohen lutjet, e lut Allahun Azza wa Jall për të gjithë ata që kanë qenë në haxh, Allahu haxhin e tyre ta pranon. Të gjithë ata që nuk kanë qenë në haxh, Allahu haxhin e tyre ta mundson. E lut Allahun Azza wa Jall edhe një herë, Allahu t'ju shpërblen me të mirat e tij për këtë emision, për këtë aktivitet dhe për gjitha aktivitetet. Allahu të na bashkon çdo herë në mirësi, në hajër, në punë të mira. Allahu ju nderoft. Allahu ju shpërblet edhe juve o xhenderor për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Allahu ju nderoft. Amin. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Hafiz Omer Efendi Bajrami deri në emisionin e radhës. Mirëmbeshit dhe Allahu apranoftë gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.